Një moment sa i çuditshëm aq edhe komik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, ku protagonist ka qenë Rogerti. Në pamje që po bën xhiro në rrjetit, shihet momenti kur banori tjetër, Mali, hap derën e dhomës. Pikërisht në atë çast Rogerti, i cili po kalonte aty pranë, ka inskenuar një goditje. Edhe pse kontakti me derën duket minimal ose inekzistent, Rogerti është hedhur në mënyrë teatrale duke u përplasur në dysheme dhe duke qëndruar i shtrirë pa lëvizur për disa sekonda. Veprimi i tij i egzageruar ka shkaktuar reagime të menjëhershme, ku banorët e tjerë janë afruar me shpejtësi për të parë se çfarë ndodhi, ndërsa videoja është shoqëruar me mbishkrimin ironik, Lana dhe emoj duke qeshur, duke cilësuar këtë gjë si një aktrim të dobët. Nuk dihet se si do të reagojnë publiku apo vëllai i madh për këtë gjë. Megjithatë, në video duket që Mal nuk e ka bërë këtë qëllimisht dhe Rogerti nuk është lënduar as pak, por kërkon që të gjejë situata të ndryshme për ta bërë vete një viktimë apo për të nxjerrë banorët e tjerë me zarf të zi. E gjithë kjo situatë është bërë pak e bezdishme për banorët e tjerë, pasi të gjithë thonë që Rogerti reagon kot apo hiperbolizon çdo situatë. Megjithatë, ai këtë gjë mund ta ketë bërë edhe me humor. Duket tashmë se Rogerti, por edhe banorët e tjerë, kanë kuptuar që loja është bërë e fortë dhe e vështirë, prandaj po gjejnë çdo situatë apo debat për të hyrë në lojë. Po juve çfarë momenti dhe çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.